Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje, jeni edhe me një të diel edhe kemi kohën e mirë pavarësisht a bjen shi apo bjen diell. Mu sot dielli më ka ardhur në shtëpi për shkak se më ka ardhur një mike shumë e mirë e imja. Më ka ardhur një mike që e do tokën, më ka ardhur një mike që e do tokën e vetë shqiptare, që e do në produktin shqiptar, që i do recetat e vjetra të lashta shqiptare, që i do produktet shqiptare dhe i sjell ato në formë moderne. Sot, unë e kam zënë që të bisedojmë lidhur me të gjitha këto gjërat dhe për vetë jetën e saj, por edhe do t'na gatuaj më vonë kur t'na vi edhe Orana, për shkak se unë kam ftuar Oranën, kam ftuar bashkëshortin tim, bashkëshortin e Dhuratës dhe bashkëshortin e Oranës që të hajmë bashkë drejt nga duart e Oranës dhe të Dhuratës. Siç e dini miq të nderuar, unë jam Demelic, nuk bëj gjë me hangër, bollçi kam bo kafet, langun ta kam qit Dhurata, edhe ujin prej kamelotit që është ujë prej filterit zemër, të gjitha vitaminat janë të ruajtura, të gjitha bakteriet e nevojshme për organizëm, do të thotë nuk është ujë i destiluar si që ndodh edhe me disa filter të tjerë, por ky është, shikoja fluskat. Ska gjë më të bukur kur të presin me ujë. Ne themi nga Shqipëria, e ka zëmrën si ujë që li bari Valbonës, kështu thonë. Ja, pra, e ka në shprehje. Edhe kështu, si ujë që li bari. Faleminderit shumë. Është ujë me filter të kamelotit dhe mund të them që prej se më ka ardhur kameloti në shtëpi, unë nuk blej më plastik. Hajde mirë se ke ardhur zemër. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Unë e Dhurata jena pak në mosh, nuk jena 30 vjeç. Ja. Prandaj edhe e fillojmë me ujë, me qil gërmazin. Mirë, po edhe një gjë, do të preferoja miq të nderuar për të gjitha ju që i bëni 30 vjeç ose vini në moshën e Dhuratës, e pastaj vini edhe në moshën time, ju preferoj që të përdorni kolagenin e pastër. Mund ta përdorni në ujë të val, mund ta përdorni me lang, mund ta përdorni me çdo gjë, për shkak se është shumë i shëndetshëm dhe është shumë i mirë për organizmin ton. Sidomos për ne gratë, jo ende për Dhuratën, por për ne gratë që jemi në një moshë të shtyer, është e mirë që për çdo mëngjes në bark të shprast ta merrni, edhe pastaj t'i livdojeni shoqeve t'juja që keni lëkurën e mirë, që i keni thojë të bukur, që është rregulluar çdo gjë në organizëm fal kolagenit dhe fal kolagenit mos harroni që në mëngjes kur çoheni, pastaj nuk ju dhamin nyjet, nuk ju dhamin eshnat, nuk ju dhamin muskujt, nuk ju dhamin tendinat. Prandaj kolagen të pastër e keni adresën poshtë në ekran, ku mund ta porosisni online. Dhe unë tani këtë lëngun nuk po e promovoj, por po e promovoj edhe kafen Vilveta, moj zemër, se buk krip ujë e kafe. Tamam, faleminderit shumë. Unë çfarë gjej në Kosovë gjithmonë është që ja pini kafen turke që i themi ne nga Shqipëria, edhe fatkeqësisht në Shqipëri e kanë haruar, është shumë e mirë. Edhe unë gjithmonë e kam pas pirë, unë kam jetuar një vit këtu, kështu që ndiem si e Kosovës ndonjëherë. Patjetër, përndryshe Dhurata këtu ka jetuar një vit, ka punuar, këtu është njohur me bashkëshortin e saj, këtu e kanë gjizur edhe djalin. Këtu e kam gjizur djalin, Nikolon, por për të gjitha këto do të bisedojmë më vonë, tani është radha, ta ndjekim një dokumentar të shkurtër për mysafiren time, Dhurata Thanasi Daneri. Dokumentarin e ka përgatitur Ben Apolloni. Dhurata Thanasi është një nga figurat më dalluara të aktivizmit kulturor në Shqipëri, një antropologe ushqimi, gazetare, studiuese dhe krijuese e platformës Luga e Argjent. E njohur për pasionin e saj të thellë ndaj recetave të lashta shqiptare dhe historisë kulinare, Dhurata është kthyer në një zë të rëndësishëm për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë gastronomike shqiptare. Pas studimeve për gjuhë dhe letërsi në Universitetin e Tiranës dhe inxhinieri agromjedis në Universitetin Bujqësor, Dhurata vijoi formimin e saj akademik në Central European University në Budapest, ku mori titullin master në administrim dhe politika publike, si dhe ndoqi disa kurse ekzekutive në Harvard Kennedy School of Government në Boston. Karriera e saj 20 vjeçare në zhvillimin ndërkombëtar
përfshin puna agjencitë të Kombeve të Bashkuara dhe institucione të tjera në qytete si Tirana, Roma, Shkupi, Beogradi, Novi Sadi dhe Prishtina. Megjithatë, kthimi në Tiranë solli një kapitull të ri në jetën e saj, themelimin e Lugës së Argjent në vitin 2012, blogu i parë i dedikuar gatimeve tradicionale shqiptare, që më vonë shndrua në dyqan dhe më pas në një restorant në Kalan e Tiranës, ku çdo përbërës vjen nga prodhues vendas. Me iniciativën Food Revolution, dhurata ka ngritur zërin për edukimin mbi ushqyerjen e shëndetshme, përdorimin e produkteve sezonale dhe ruajtjen e farave autoktone shqiptare. Ajo ka organizuar ngjarje kulinare, leksione për të rinj dhe biseda mbi ushqimin e qëndrueshëm, duke frymëzuar brezat e rinj për të çmuar traditën dhe për të menduar ndryshe për ushqimin. Në skenën ndërkombëtare, ajo ka prezantuar Shqipërinë në panajire të njohura si pjesë e lëvizjes Slow Food, duke i treguar botës bukurinë dhe biodiversitetin e kuzhinës shqiptare. Në vitin 2013, ajo mbajti një fjalim frymëzues në TEDx Tirana, ku ndau pasionin për recetat e harruara dhe rolin që ato luajnë në identitetin ton kulturor. Si autore e 5 librave të rëndësishëm mbi kulinarinë shqiptare, nga Kulinaria 100 deri te Etnogastronomia shqiptare, dhurata ka dokumentuar e analizuar traditat e tryezës shqiptare, duke u bërë një nga figurat kyçe të etnogastronomisë në vend. Ajo është gjithashtu një zë i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe agroturizmin, duke nxitur lidhjen mes konsumatorit urban dhe fermerit lokal. Sot përmes platformës së saj, si dhe bashkë themelimit të kompanisë Çokoalb në vitin 2023, dhurata vjen të promovojë produktet shqiptare me përkushtim, profesionalizëm dhe dashuri. E lindur në Tiranë, por me përvojë dhe vizion ndërkombëtar, është një shembull frymëzues i asaj se si kultura, historia dhe aktivizmi mund të bashkohen në një mision të vetëm, të ruajnë shijen e një kombi. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një grua vizionare, një grua që kultivon e promovon kulturën dhe shijen shqiptare në vende në botë, dhurata Thanasin të gjithë kanë në maje të gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Dhuratën e kemi ftuar që të vi pak më herët, një 2 ditë më herët, se e dim që ka shumë miq këtu, miq të nderuar, është takuar me miq dhe sot e kemi vetëm për vete. Nuk ja japim askujt dhe falenderojmë shumë Hotel Merkurin për mikpritjen që jo vetëm që ja ka bërë dhuratës, por edhe të gjithë miqve tanë me radhë. Të pëlqeu ushqimi, të pëlqeu? Jo vetëm më pëlqeu ushqimi, po mbi të gjitha, para se të shkojmë te ushqimi, mikpritja. Është shumë e rëndësishme mikpritja. Atë që kemi ne shqiptarët, atë të thuash alfën ton, jashtëzakonshëm mikpritja, dhe çka më pëlqeu sot në mëngjes ishte që kishin ndarë një sektor ushqimet nga Kosova. S'ka gjë më të mirë që ti jep mysafirit ushqimet e tokës tënde, për atë cilin unë kam shumë për zemër. Edhe dua t'ua tregoj edhe atyre nga Shqipëria që sa bukur, një hotel e vurare shumë. Kishte edhe gjëra për ndërkombëtarët, për njerëz të tjerë. Hotel modern me dietik. Për të mos thënë për dhomën, pastaj për cilësinë e dhomës, që ishte mrekullueshme. Po, më bëri shumë përshtypje kjo që rrënjët i kishin mbajtur. Bravo ju qoftë, Hotel Merkur. Faleminderit. Faleminderit Hotel Merkurit që gjithmonë na qëndroni pranë dhe ne ju jemi falenderues, po ashtu edhe të gjithë mysafirët tanë që kanë qëndruar aty, e besa i keni edhe të përsëritur se vinë, edhe më thonë, jam te Hotel Merkuri, kur po shihemi. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë gjë. Dhurata, ne ndoqëm dokumentarin për ty dhe aty shihet praktikisht se ku ke lind, ku ke jetu, çka ke punu, të gjitha, nuk do të futemi fare andej, po ajo e gjitha që është thënë në dokumentar është në vetën e tretë. Në vetën e parë, kush është dhurata, të themi dhurata Lulka, sepse Lulka. Ku e gjete që më thrasin familjarët Lulka, po. Dhurata Lulka për shkak se të gjithë të dashurit e dhuratës e thrasin dhurata Lulka, se gjithmonë ka qenë si lulkë. Po, tamam. E kam nga gjyshja këtë gjë. Unë nuk para flas në vetë parë, them drejtën, jo për të ofruar modesti të tepruar, por sigurisht ne lindim vetë, po jemi gjithmonë produkti diçka, fillimisht familje, aty ku ne jemi mbrojtur, që jemi atë skalitjen e parë, dashurit që na kanë dhënë, se na kanë
rritura me gjyshër, unë e shoqe edhe ju i keni mbajt prindrit afër, unë kam qenë me gjyshrit, kam udhëtuar me ta, i mat ka qenë gjeolog dhe lëvizte shumë dhe 3 muajt e Bearit, unë shkoja në Llogora dikur, kanë pasur ca gabina Druri dhe duke qenë që qyteti, unë kam lidh në Tiranë te bloku, kur thonë me fjalë, gjitha ato gjasat i kisha për të bërë një vajzë shumë, le të themi nga këto modernet, jo se më mungon ajo gjë në mendim, po duke u rritur me gjyshër që shkonin me pushime në Llogora, janë me origjinë nga Vlora. Unë që e vogël jam rritur me blegrimat e baktive, që vinin ata dukaqotët që vinin dhe sillnin baktin apo qumshtin, me tregimet që i vinin gjyshit. Gjyshi im ka qenë njëri i letrave dhe gjithsesi nuk e haronte rrënjtë e veta, i vinin ata fshatarët që vinin nga Tragjasi, është një fshat shumë pranë, aty e takonin, edhe gjithë të kam të imprintuara në mendje, i kam të skalitura në mendje dhe kjo dal nga dal, shkolla, miqt, shokët, pastaj takimet e ndryshme, televizorit në, jo vetëm të jetuarit në Shqipëri, por të jetuarit në Ballkan, duke njohur atë gjithë mënyrën se si ballkanasit janë mbrojtur, si i kanë përballuar sfidat e tyre, sa të përbashkëta, sa shumë të përbashkëta kanë, dhe në sa pak gjëra ndahen. Kur ne shikojmë se unë kam jetuar në Serbi, kam jetuar në Maqedoni, në Bosnjë, në Kosovë, në Shqipëri sigurisht, dhe jo të jetuar vetëm nga një ditë, ose vete shpesh, të jetuar nga një vit, ku ti aty kupton se si tempi i një kombi si lëvizje, dhe nuk kam jetuar vetëm në kryeqytete, kam lëvizur gjithandej për shkak të punës që kemi patur dhe për shkak edhe të kuriozitetit që unë kam, se ti mund të jetosh, unë kam punuar për vite të rano OKB, unë kam pasur kolegë të huaj që hynin në zyrë dhe dilin nga zyra. Në një vend kaq të vogël sa Kosova, punoja me persona që punonin në OKB dhe nuk ishin parë fush Kosovën, nuk ishin parë Lipjanën. Kupton, kishin projekte aty dhe nuk kishin lëvizur. Edhe thosha, si ka mundësi? I kanë të gjitha mjetet dhe mundësit, me makina Toyota Land Cruiser, si që ka pas OKB-ja këtu, dhe nuk lëviznin. Thosha, po nga kush, rinë në ato vëndet e tyre, ushqimet venin i merrnin në Shkup, sepse jo Kosova është e minuar. Me gjëra të tilla, kështu që unë mendoj që kurioziteti është ajo çka mua më kanë mbrojtur prindrit, dhe pastaj ajo zhvilluar është dhe fat takimesh, njerëz të ndryshëm që kam takuar, punëra të ndryshme. Ty të kanë ndihmuar shumë edhe gjuha. Po gjuha patjetër. Të kanë pranuar si të vetën. Për shkak se kur ke pas qasje me kosovarët me njëri, shqiptare në OKB, okej, eja për dark, eja për drek. Patjetër, dhe kur thua gjuha edhe e komunikimit, po gjuha edhe vërtet. Gjuha e vërtet që përdorin Kosova. Unë kur vija në Kosovë, mësoja çdo gjë që ka të bëj me mënyrën se si ata e flasin gjuhën apo e përcjellin të tjetri, me fjalë mënyrën se si gjuha e trupit. Gjuha e trupit, gjitha për shembull, gjithë ndryshimet që kemi ne të Shqipërisë me shqiptarët e Kosovës në ato elementet e vogël gjuhësor që asnjëherë nuk i kam përçmuar, përkundrazi i kam përqafuar dhe i kam vlerësuar. Shumë gjëra që ju keni. Dhe kur jetoja këtu e ndja veten si të tillë. Ndodh shpeshherë nga të dy anët, se nuk dua të them se ne në Shqipëri kemi tiranësit me vlonjatët, tiranësit me dursakët, imagjino, edhe ju këtu me drenicarët, Drenica me Gjakovën, Gjakova me Prizrenin. Di shumë gjëra me fjalë, sepse jetoj njësoj, jo më kur ndodh për shembull jo nga Kosova, dhe kjo gjë ka qenë gjithmonë pjesë mua më duket kur thoshin në një fjalë që flisnin për shqiptarët e Kosovës, sikur më flisnin keq për çunat e tezës, me një fjalë hidhesha direkt në ashtu, edhe me argumenta, për të argumentuar sa vuajtje ka pasur ky popull në periudhat të ndryshme të historisë saj, që është lënë mënjan, që është lënë jashtë nënës vet, kupton? Dhe sa herë ndonjëherë edhe kur jam në Shqipëri, që shpeshherë edhe me politikan, shok
shokët mit që i kam, aty pari thonë që Kosovar thonë për shembull, ose i them unë, hej, shoku janë shqiptar, mbi të gjitha, si janë shqiptar të Labërisë apo të Çamërisë, janë shqiptar. Edhe para ca kohësh i shkruajta edhe kryetarit bashkisë që gabim kanë shkruajtur që kanë vënë në rruga e kosovarëve. Duhet ta kishim vënë rruga e shqiptarëve të Kosovës. Unë aty jetoj. Kështu që e kam çik për zemër atë rrugë. Unë jetoj te rruga e kosovarëve, kështu që është shenjë kjo gjë. Shumë bukur, faleminderit shumë. Dhurata, në këto qaste unë do të ikja pak prej këtu, për shkak se kemi një recetë të shefit i cili gatuan në kuzhinat fantastike të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam shef Duli, jam shef ekzekutiv në Hotel Merkur. Sot kemi me përgatit një sote nga filja e levrekut. Fillimisht vendosim tiganin e zjarr, pastaj për të hedhur disa kubza gjalp. Filetën e levrekut e marrëm, e përmillim, sigurisht në të dy anët. Dhe vendosim për fërgim. Shtojmë edhe kripën. Gjithashtu edhe biberin e zi fresh. Sa po na fërgohet pak, vazhdojmë me hedhjen e tomatinit, qep të vegjëla, kaperi, limon dhe karrotë. Pas pak fërgese, i hedhem edhe hudrën, cilën fillimisht e shtypim me thik. Për të vazhdu kujdesshëm me fërgim, për faktin se hudra mund të digjet. Tani filetën e rrotullojmë në anën tjetër. Dhe vazhdojmë për ta fërgu edhe pak. Me që edhe nga ana tjetër është fërgu, tani hedhem ujin, sigurisht nga kamelloni. Tani është momenti edhe për hedhjen e magdanosit. Vazhdojmë me fërgim derisa filetot të finalizohet, si dhe salca të merr pak trashje. Tani filetën e kemi gati dhe mundëm me vazhdu me servim. Vazhdojmë edhe me dekore. E po ashtu edhe me vajin e gjelbërt, i cili jep një zbukurim shumë të mirë. Pra kjo është fileto sote e levrekut, cilën ne e përgatisim në Hotel Merkur dhe sigurisht jeni të mirë se ardhur. Ndoqëm recetën e shefit, Dhurata më trego tani. Ti u takove me Fabion këtu në Kosovë. Do të bëj një ndryshim të vogël. Unë jam takuar në Tiranë me Fabion. Okay. Fabio më solli mua këtu.
Okej. Fabion e caktuan shef të zyrës së UNOPS-it, është një agjenci e OKB-s këtu në Kosovë dhe unë vinim direkt nga Beogradi, situash emërimi i dytë, jo i dytë, disa po fill mbas ka qenë Prishtina dhe kemi qenë shumë të lumtur. Unë pata fatin që të punoj këtu, kam punuar në zyrën e kryetarit bashkisë Fush Kosovës si këshilltare ti, ka pasur 4 nënkryetari, ju thoni instruktor, nuk e di, ka pas një emër tjetër aso kohë, dhe punoja me ta për të... Cili vit ka qenë? Ka qenë viti 2005-2006. Dhe pikërisht në atë periudhë ka pasur shumë problematika nga sfera politike, jo vetëm për njohjen dhe problematikat që kishin edhe me shtetin serb, sepse nuk paraqiteshin ministrat, gjë që ishte në një moment shumë të vështirë, kanë qenë dhe 3 incidente shumë të forta që kanë ndodhur në Prishtinë, njëra aty ku jetoja unë, te Grand Hoteli e kisha shtëpinë, një tjetra te OSBE-ja, u dhënë disa bomba. Im shoq punën kryesore e kishte në Mitrovic, në vendin më të vështirë, dhe unë shpesher shkoja, duke ditur që dian që serbisht, pra vija shumë e freskët nga Serbia, dhe në njerë Valoni, që punonte me Fabion, shoferi ti thoshte Dhurat, unë nuk kaloj urën, se si ishte hapur akoma ura. Unë e kaloja për të parë në një farë mënyrë edhe dinamika dhe si shkonte dhe nuk më kuptonin si e huaj dukesha edhe shumë ashtu. Dhe shikoja Mitrovicën tonë, që ishte aq gjallëruese, ajo ishte lënë akoma, më duke si në kohën e komunizmit të kohës Enver Hoxhës. Ishte moment shumë i bukur, por në të njëjtën kohë shumë dhe i dhimbshëm në atë periudhë Kosova, por që do të vijonte më pas me pavarësinë e saj, në kuptimin e njohjes, ishin akoma problematika. Tani kur vjen, po flasim për 2005-ën, tani jemi 2025-ën, 20 vjetë diferencë. Çka je ty vrejt në Kosovë? E shikoj shumë, unë flas hapur, e shikoj shumë ndryshe. Me i fjalë, unë sa herë futem në hyrjet të Prishtinës, gjithmonë sigurisht ka qenë rruga e vjetër, përpara kur shkojmë Fush Kosovë, shkoja çdo ditë, ka qenë shtatzan dhe shikoja ato sorrat që janë në përgjithësi, që gjithë ato pjesën e ku është zona e kazermës, në mëngjeset e tetorit, kishte një lloj arome që unë ndjeja shumë, derisa vjen Fush Kosovë, tani është komplet e ndryshuar. Sigurisht Prishtina ka ndryshuar shumë, gjithnjë shikoj le themi më me stil modern metropolitan. E shikoj komplet një metropol, Prishtinën, e ndryshuar. Sa mirë që po ma thu, se unë që e shoh çdo ditë nuk i vrej dallimet. Jo, ne i vrem shumë dallimet. Ja, thash, unë kam qenë vi shpesh në Kosovë, po kam qenë shumë Gjakov këto kohë, kam qenë Pej, me fjalë në atë zonën andej që adhuroj shumë. Jo se dua Prishtinën, po nuk e di, e gjej shumë origjinale, shumë të bukur, me shumë karakteristika si Gjakovën ashtu dhe edhe zonat e tjera. Andej, sepse edhe kur vetën tropojnë përgjithësi, se kam pas punë, gjithmonë kaloj nga Gjakova. E ndalojmë aty Hamsamunat. Po si mund t'i ikesh Samunave të? Ja, vallaj, edhe i pëlqen edhe tim shoqi, jashtë masës, se italian nga pizza e kështu i adhuron shumë. Për ndryshe, miq të nderuar, unë e kam ftuar Dhuratën, do të shkojmë një vikend në Brezovic dhe do të hash samunat e Tifanit atje. Po, është e kemi mike zonjën. Me i fjalë që në kohën kur kam qenë unë, ne kemi qenë në Tifani, Tifani ka qenë vendi i ndërkombëtarëve, aty anin të gjithë. Po. Edhe vazhdojmë, besoj, po Prishtina është hapur shumë. Do të hajmë tani te Luli. Praktikisht burre grua majnë Tifanin në Prishtinë, në Prizren dhe në Brezovic. Po, unë jam e dashunuar në samunat me suxhuk të Tifanit në Brezovic dhe sa herë shkojmë në Brezovic, është e pashmangshme t'i hajmë ata samuna. Një mpuq për Lulin prej këtu, kështu që kur të vim dhe me Dhuratën ta dish që unë sjell Dhuratën aty, ose edhe më mirë i marrim dhe i hajmë në shtëpi ashtu me gishta, se kemi qef ashtu me thike me piru. E di si themi ne nga Shqipëria, besoj keni dhe u këtë shpreje, gruaja, mishi dhe peshku kapen me dur. Që thonë Tiranësit.
Mbaj, duhet bërë t-shirt. Mirë, dhurata, të kthehemi te një pjesë e fëmirisë. Ti na the që je rritur me gjyshin dhe me gjyshen. Babën e ke pas gjeolog, do të thotë ka qenë i lidhur me tokën në një farë mënyre. Si të ka lidh ty kjo me tokën, se ti je njëri ndër personazhet në Shqipëri që unë e njoh që e do tokën. E do çdo gjë që buron nga toka e Shqipërisë. Do të thotë edhe një barish të vogël shkon e shikon se a mund të përdoret për ushqim, a mund të përdoret për ndonjë gjë të bukur ose në kopësht ose diku. Sa rrjedh kjo dashuri ndaj tokës prej profesionit të babait tënd? Po, është e vërtet, thashe, nisa me gjyshrit, edhe kjo më ka bërë lidhjen e menjëhershme me tokën, me ambientin, me aromat, me detin, se Llogoraja është një vend shumë të bukur, tani kalon tuneli poshtë, shumë e bukur është, siç pak a shumë keni dhe u Brezovicën, se unë kam ngrënë mish qingje atje në majt Brezovicës, kam kur punonim këtu. Babai, aso kohë unë kam lindur në një periudhë që ishin fund vitet e komunizmit, dhe gjithsesi mbaj mend, dhe ai kthej me ditë të tëra, punonte në Ministrinë e Industrisë Rënd, atëherë quhej, dhe puna ju i donte që të rinë nga 2-3 javë në ekspedita, nëse zbulonin edhe vendet ku kishte minerale, se Shqipëria është shumë e pasur. Dhe kur vinte na sillte, kujtun mollë të Dibrës, hurmat e Krujës, kumblën e Tropojës, shpeshherë ndonjëherë kur shkonim çdo vit të ri, tregu i Milotit ka qenë gjithmonë. Të rjetën, është shekullor. Është një njoftun. Po i njohur jashtë mase edhe për shumë arsye tjera që s'dua të flas tani. Dhe venim me babin, me ato xhipat e gjeologëve, unë kisha qefin më të madh jo për Krishtlindje, se ne nuk i festonim si ndoshta juve, por për vitin e ri shkonim merrnim verën Kallmet. Dhe unë që atëherë dija që me një fjalë gjithë lezhjanët, gjithë zona aty që ishte deri në Mirdit, bënin verën Kallmet. E doje verën të mirë e merri atje. Dhe merrnim verë e shisnin të hapur. Venim e merrnim, kështu që një lloj inventari të gjërave që kishte Shqipëria, unë i kam pasur tim printuara që e vogël, ose çaj malit, apo çaj malit që ndryshonte i veriut nga i jugut. Me fjalë kanë qenë disa gjëra. Gjithë erzat që ne përdorim, sepse pjesa e jugut tek ne ka shumë të zhvilluar këtë pjesën e përdorimit të erzave, me sherebel, me rigon, me nenexhik, me nanic, me këtë, me koriandër, të gjitha i kemi patur, me kopër. I kemi patur shumë, sepse për vetë arsye se është shumë me zde, kupton? Kështu që i përdornim jashtë mase dhe një pjesë në gjatë rritjes time unë këto lloj informacionesh i kam patur deri diku. Unë kam mbaruar gazetari vetë si gjë, pastaj kam studiuar për master për shkenca gjithmonë administrimi dhe politikash në Budapest, për të punuar më vonë në OKB. Aty në OKB, në zyrën e Tiranës, një UNDP, nuk është se kisha në një rol të rëndësishëm, sepse vetë zyra ka mundësi që ti të lëvizësh me projekte. Unë bëja pjesë në zyrën e informacionit, një lloj le themi asistente e isha aty, dhe aty jam njohur dhe me Fabion që ka ardhur si oficer programesh, dhe na lidhi shumë një këngëtar, ne gjithmonë muzika ka qenë pjesë e jetës time, që quhet Fabrizio De André, një artist, një kantautor i madh italian. Ai vjen nga Genova, nga ku De André sapo kishte ndruar jetë, dhe unë i them, po tha jam genoveze, dhe aty lindi dhe një lloj miqësie jona, që muzika ka qenë, si thua, gur themeltari i ngjizjes son, pastaj edhe shumë gjëra tjera që dal nga dal filluan edhe të ecin. Por kjo ka qenë, dhe në momentet gjithmonë ka qenë vokacioni im të studioja, të shikoja, edhe të gatuaja nga një gjyshe që gjysha ime ka nëna, që ne i themi nëna Fërdita, ka mbaruar në Tiranë, ka qenë një shkollë vashas që quhej e Nanës Mbretresh, krijuar në kohën e Zotit. Gjyshja ime e ka bërë dhe ajo. Po, gjyshja ime ka bërë shkollën e Nënës Mbretresh bashkë me tezën time. Tezja ime pastaj kur ka qenë 15 vjeç, ashtu e ka qenë si universiteti i vajzave shqiptare. Po, aty janë mësuar me qëndis, me mësuar, me gatuar, me prit mysafir, do të thotë të gjitha gjërat që kanë qenë të lidhura me shtëpi. Kishte italiane që vinin u jepin mësim.
Po. Kështu që në një farë mënyre, edhe pse vinte, ajo vinte nga Vlora, ato venin me bursa se s'kishin mundësi ti përballonin vetë, të rivinin në Tiranë, ka qenë një revolucion për gratë shqiptare. Me fjalë, jashtë masa në atë periudhë pati një lloj, flas për vitet. Ka lindur në vitin 1920 dhe duhet këtë vajtur nga vitet 30 e ca në Tiranë. Para luftës së dytë botërore. Kurse im gjysh ka bërë shkollën e Harry Fulcit në Tiranë, kështu që ishin të dy me këtë lloj edukimi, të cilën ma transmetuan, po mbi të gjitha është vlera më e madhe, se ne mësojmë gjatë jetës shumë, po ishte ajo kurioziteti, për të patur kuriozitet, dhe thash, duke lëvizur në çdo vend, mësoja gjërat karakteristike të vendeve. Kur kam vajtur në Maqedoni, kam jetuar biles në Vodno, dhe në Vodno kisha ca Maqedonas aty që jepnin me merin, dhe njëri prej tyre, Lupçe më kujtohet, më mësonte gjithë gatimet e tyre që kishin karakteristik të tyret. Të njëjtën gjë bëra edhe në Beograd, ne kemi jetuar një periudhë kohe në Novi Sad, ku është dhe një zonë shumë pjellore e ish Jugosllavisë. Shumë të mira. Shumë të mira, gati krejt ndryshe. Komplet ndryshe, dhe kështu gjithandej edhe në Kosovë po ashtu, dhe fati e bëri që kur u ktheva nga Amerika, ne kemi jetuar një periudhë kohe në Amerikë, kemi studuar aty me tim shoq, kur u kthyem me djalin në Tiranë, doja mos punoja më në sistemin OKB-s, them drejtën, im shoq. Atë desha të pyes, çka ndodhi që ndryshove drejtim? Praktikisht u ktheve në diçka tjetër që nuk e kishe studiuar, por si duket bazat e studimit I ke marrë qysh në fëmijëri. Po, e drejt. Do të thotë je kthy te një dashuri të ndjellur nga gjyshi dhe gjyshja, pastaj të rinforcuar me minerale nga babai, dhe cili ishte ai momenti kur ti the, nuk dua të punoj më në zyrë, nuk dua të punoj më me letra, me administrim, gjërash, dua të punoj me tokën. Po, e drejt. Kur u kthyem nga Amerika dhe u vendosëm në Shqipëri për shkak të tim shoqi, unë kam qenë ajo që e kam ndjekur atë, kam patur fatin që edhe të gjej punë, unë punoj dhe vullnetarisht, nuk e kam fare problem. Biles absolutisht fare, e kam shumë me pasion, biles ku ndjem, ku e shikoj që mund t'jap një kontribut e bëj. Kur u ktheva, I kërkova një mikes time, I risluar rastit, I thash, çfarë do lloj pune të më gjesh, unë punoj, thash vi. Merej, ishte edhe pedagoget, po merre edhe me gratë e dhunuara. Dhurata tha ti e Martha se ke lëvizur gjithandej edhe me gratë e dhunuara. A vjen tha të bësh diçka? Okej, them unë, vi dhe në atë periudhë aplikoja për gjëra të tjera. Punoja me të në mënyrë shumë vullnetare dhe do t'i për 2-3 ditë më vonë shoh një gjë, unë dua të them këtë gjë Xheri. Përveç një momenti që më kanë kërkuar diku që kam punuar në Vlorë, kam qenë dhe në Vlorë një periudhë kohë që më kërkuan të punoj në bashki, unë të gjitha punët e tjera I kam marrë me konkurse. Të gjitha, në çdo vend. Dhe vete, aplikoj, shikoj në gazet, ishte një fondacion. Fondacioni I zhvillimit kapaciteteve lokale, I krijuar nga zyra SNV. Zyra SNV ishte zyra kooperimit holandez. Aplikoj, dhe ku unë pas një muaj, siç kujtohen këto, më marrin telefon. Marrin telefon dhe më thonë që hajde në pyetje, më marrin në pyetje, kaloj provimin e parë, si duket pas 2 ditësh më marrin dhe te I dyti, dhe në fund fare ishte kryetari bordit, një djalë që sot punon në Klan, Fatos Akori, apo e dëgjoj, është kryer edhe kori lajmeve, ishte në bordin aty dhe më thot, më bëri dhe një 2-3 pyetje, tha shiko, tha ne të kemi marrë, tha mos u emociono, do punosh. Dhe fillova punë si menaxhere si thua broker, lidhjen e kërkesës me ofertën. Me që kisha punuar gjithandej në përbot, më thanë që tani puna është që të shkosh fshat më fshat dhe të gjesh të përcaktosh nevojat që kanë fshatarët, pra komunitetet e ndryshme me tregjet. Sepse nuk gjejnë tregje. Dhe këtë do bësh. Puna ime ishte televizja, sidomos në 3 rajone kryesore të Shqipërisë, që ishte Korça, që është shumë e madhe, Elbasani dhe Dibra. Dhe gjithandej nga veja, kur flisja me fshatarët, problematikat janë nga më të ndryshmet, janë dhe në Kosovë të njëjtat, pothuajse.
unë jam mrekulluar me gjitha ato produkte që kishim ne në Shqipëri dhe në Tiranë nuk njeheshin. Zero, fare. 90% e supermerkatove në Tiranë, më shumë se 90, flas për 2011-ën, duket dje, kishin Nuk i kishin produkte, ato. kishin vetëm vazhdon të jetë kjo gjë, çik më ulët, ka një ndërgjegjësi më të madh, por shumica e tyre asnjë nga fshatarët nuk kishin zërin e tyre, që nga çfarë them unë ty, prodhimi i vajit ullirit, komplet vaji ullirit ishte grek dhe italian, e turpshme, në Shqipëri që ka 60% territorit të saj të mbushur me ullim. Ka fabrika të Shqipërisë që furnizojnë fabrikat italiane me vaj ulliri. Bravo. Dhe ty të vinë në tregun shqiptar si vaj ulliri italian, në të vërtet është ulliri i Shqipërisë edhe fabrika e Shqipërisë që e çon me kontejner vaj. Kjo është absurditeti më i madh që ne po kemi, jo vetëm si Shqipëri, po edhe si botë çfarë po ndodh, me një fjalë një gjë e tillë, dhe gjithë këto gjëra që ndodhin sot në botë janë pikërisht problematikat që prek sistemi ushqimor. Të gjithë, edhe luftrat, që do të prekim ndoshta në një ditë, në një herë tjetër kur të vim Brezovic flasim, ndodhin për një gjë shumë të madhe që është ushqimi. Buka e gojës. Merru bukën e gojës njerëzve, idhen sot në luftë për fëmijët e tyre. Dhe kjo është e gjitha. Dhe e shikoja këtë gjë, Gjeri, dhe më vinte, thosha, si ka mundësi, mos kemi çaj mali në Tiranë. Nuk kishim çaj mali, duhet kishim çunat e tezes, apo tezen, apo hallat në vendet e ndryshme. Të shkosh në Tepelen, të blesh. E tmerrshme. Thosha, si ka mundësi, dhe kishim çaj Ceyloni. Ceyloni nga vetë ishte Ceylon. Në Tiranë gjeje gjëra të tilla që kur i merrje mbanin era myk, që kur i merrje ishin komplet flas për 2011-ën, me skadenca të fshira, dhe ne hanim dhe pasojat dal nga dal vinë, se nuk vinë sot për sot në shëndetin tonë, të përkthyer në shëndetin tonë. Edhe duke qenë që isha ne vinim nga Harvardi, ku në Harvard Instagrami kishte filluar në Tiranë dukej në 2011-ën e çuditshme, dhe unë merja dhe i vija në Instagram dhe mi shikonin vetëm shokët e mi amerikanë, se nuk jetonte Instagrami akoma në Shqipëri. Unë 2012-ën jam regjistruar. Po kur filloi në mënyrë të menjëhershme. Po, në mënyrë të menjëhershme, thoshe, si ka mundësi, thoshte, dhurata që s'na i ke sill ne kur ishim aty e kështu, çfarë s'ka gjëra të tilla Shqipëria. Dhe dal nga dal fillova ti bëj më shumë telematike, ti shkruaja në çdo vend ku veja, pasi mbaronim si thua takimet e punës, ulesha bashkë me shokun tim Besnikun, dhe venim në për shtëpia, mua m'pëlqente të veja në shtëpia, dhe i pyesja, si është rritur kjo gjë, mënyra se si është rritur, dal nga dal dhe njerëzit u vetë djesuan për të mirat që kishin. Për shumë, kur i pyesja njerëzit për Gentiana lutean është sanza, sot bëhet rakin malësit madhe, është bima me cilën mbreti Gent shëronte ushtarët e vetë. Dhe ju ka dhënë emrin, i është dhënë emri Gentiana lutea, fal mbretit Gent, është një elizir i trupit. Dhe u çuditesha, ose kur veja në përmet në zonën e bredhit të Otovës dhe gjeja në komunitetet e tyre, gjeja rakin e rigonit. Dhe nuk njej në Tiranë rakia e rigonit. Dhe kur e çova në përmet, pra zbrita nga mali, e çova, ku e gjete moj cupë, më thoshin, mos e kemi haruar. Pra gjëra tilla, të cilat dal nga dal si ato tespijet që mbushen me 52 tespije, filluam t'i mbushnim dal nga dal dhe nxorëm një pjesë të produkteve shqiptare të haruara, të kërcënuara dhe në zhdukje. Unë kam sjell dhe librin aty, i kam ruajtur aty dhe do ta fal sepse e kam shkruar këtë libër për të mbledhur pak xhevaire shqiptare, të cilat janë në kërcënim dhe në zhdukje. Dhe po nuk i shkruajtëm, siç nuk shkruajtëm historinë tonë dhe na tallen tjerët, me historinë tonë nuk tallen, po duhet themi ndonjëherë tallen, sepse ne nuk ha me gërremi, themi ne nga jugu, zihemi, sepse nuk e kemi shkruajtur mirë. Nuk e kemi shkruajtur, po. Nuk kemi evidentuar. Evidentuar shumë gjëra. Siç kemi historinë e erojve tanë, siç kemi historinë e maleve tona, siç kemi e këngëve, kemi dhe historinë gastronomike dhe kulinare. Moj zemra, gabimi më të madh që e kanë bërë ilirët është që s'kan dokumentuar. Asnjë gjë. Dhe ne po e vazhdojmë atë
atë gjë. Pasoj të madhe. Shumë pak jemi ty dokumentu në secilën sferë, jo vetëm në gastronomi. Në çdo sferë jemi ty dokumentu shumë pak. Nuk është me rëndësi se si e dokumentar. Absolutisht. Është me rëndësi të dokumentohet o me video, o me audio, o me shkrim, o me fotografi, por duhet duhen ruajtur, duhen që tu mbeten brezave më tej. Ne jo më shumë se paracakosh na vodhën një, nuk do them na vodhën, po duke qenë që unë Bullgarinë e kam shëtitur, na vodhën një nga gjërat ose na i morën sy në sy, por nuk është faj tjerëve, është faj jonë, dhe ndonjëherë shpesh ne kërkojmë fajin tek tjerët. Jo, është faj jonë që ne rakin nuk e dokumentuam dhe ta çonim në UNESCO, siç e kanë shkruar të tjerët. Edhe me xhubletën që po punohet, apo me fustanellën që po hidhen gjërat dhe po shkruan. Dhe prandaj e kam dokumentuar Geraldina dhe pikërisht sapo erdha për të qenë edhe më këmbë në tokë, për të qenë edhe pjesë e diçkaje që ka një bazë. Unë i fillova një shkollë, universitet, doja ta bëja master, them drejtën, por fillova universitetin e agronomisë dhe mjedisit, për të qenë edhe nga një krah pasioni që më udhishte, po nga ana tjetër edhe dietë, në mënyrë që të mos, sepse agronomia është shkencë dhe që të bësh diçka, të shkruash libra, të japësh, le të themi në thonjza, mend të tjerëve, duhet patjetër të jesh e dokumentuar dhe të kesh baza. Dhe e kam bërë për gati 4 vite e gjysmë part-time. E falenderoj bashkëshortin dhe nënën që më kanë mbajtur djalin në atë kohë, sepse shkoja çdo të shtunë të diel për 4 vite e gjysmë, përveç se një muaj në vit që ne kishim pushime, unë nuk kam parë shtunë të diel. Pra gjatë javës punoja, lëvizja dhe bridhja nëpër Shqipëri, dhe pastaj shtunë e diel punoja, sepse ishte kështu full immersion nga ora 8 deri në orën 3. Duhet të ishe në universitet. Dhe kështu fillova të dokumentoj dhe të krijoj Lugën e Argjend, si një, fillimisht si blog do të thoja, por më shumë një vend ku unë, le të themi, ndaja dije, nuk e kisha blog të mirëfillt, unë nuk jam blogere, nuk do t'ju marr profesionin gocave dhe çunave që blogojnë, unë thjesht kur e ndjeja dhe kur më vinte frymëzimi që ishte i përjafshëm ose shpeshherë edhe i përditshëm, punoja dhe ndaja dije me njerëzit për të ndarë, le të themi, reflektimin, historinë, dhimbjet, dëshirat, sukseset e komuniteteve shqiptare, kudo që ishin, por mbi të gjitha synimin e komuniteteve agrare, të cilat dhe sot janë të mëkëmbur, janë të përdhosur nga kushdo që nuk e ka hedhur, i kërkojnë vetëm kur kanë halle, ose kur kanë halle për të bërë, le të themi, panajire, apo kur duhet të shfletojnë apo të tundin në një flamur suksesi. Akoma nuk po i jepet vëmendje dur fshatit, në mënyrë që ata të jenë jo aktor aty për aty, po faktor në industrit tona. Kur flas në industrit mund të jenë faktor në industrinë e turizmit që është e para, të ushqimit që është patjetër lidhje, të agronomisë, sepse ne jemi vende që kemi, edhe pse kemi thyer dhe të fragmentizuara në territore, ne kemi shumë çka japim dhe me një biodiversitet të jashtëzakonshëm. Miq të nderuar, na është bashkangjitë edhe Orana, shiko sa bukur, po dukesh si yll. Po sa të vija këtu? Je rregullu. Po patjetër. Jo moj se ti je bukur edhe pa rregullu. Zemër, më trego, unë me dhuratën jemi në muhabet e sipër edhe dhurata është ty spjegu për gjërat e saj, por para se të shkosh, se e di që do të shkosh të gatuash, edhe e di që mezis po pret të shkosh të vendi, para se të shkosh, si u njohe me dhuratën. Dhe pse ne trijat jemi miket e mira. Është një histori shumë e bukur. Unë sapo kisha mbaruar Masterchefin. Nuk e qenë në Masterchef. Ishte në fund. Ose ka qenë fund, ose sapo e kisha mbaruar, se ka qenë dimër, edhe Masterchefi është mbyll diku nga mesi i shkurtit. Dhe me një mikun tim të Masterchefit, Emren, po flisnim për çfarë projektesh do bënim në vazhdim. Unë ishte një periudhë që as nuk e gjeja dot veten në kuzhinë, as nuk e gjeja dot veten në menaxhim restoranti, doja të bëja një gjë që të kishte kuptim. Edhe i thoja Emret, ti ai është veterinar, më thënë ai është doktor që merret punon në një spital kafshësh, dhe ai e kishte të profilizuar këtë pjesë, ndërsa unë kisha mundësinë që edhe pse kisha mbaruar fakultetin juridik, të jepja një drejtim tjetër jetës time dhe doja të bëja një gjë që kishte kuptim.
edhe duke fol me emren, e thosha të bëjmë një gjë me fëmijët, të edukojmë fëmijët, bëjmë, nuk e di, mendoja gjithkohës edhe ishim brainstorming. Kur në bisedë sipër më dërgon këtë foto të dhuratës, më duket kanë qenë përsëri të Institutit të Fëmijëve që nuk shohin dhe nuk dëgjojnë. Dhe dhurata e kishte nisur këtë gjë prej kohësh, ishte në fillimet e veta, po e kishte kohë që i bënte. Edhe më thotë, shikoje kjo zonja është duke e bërë, dhe unë kisha vite që e ndiqja ndërkohë dhuratën në Instagram edhe në Facebook, në fillim në Facebook. I thash, mos të lutem, thash, unë as nuk e ndërroj të atakoj ndonjëherë dhuratën. Tha, po çaj të thonë ti, tha, unë tani do i them që do pim kafe bashkë dhe do marrë dhe shoqen tim Oranën dhe ajo do pranoj. Thash, se besoj, unë kështu shumë e ndrojtur për këtë pjesë, edhe e di ku jemi takuar të radio. Te radio në Tiranë Blok, po. Edhe këto të dy vetëm kanë folur vetëm shikja dhuratën, kështu. Jo, si dhe nuk e imagjinoja, domethënë që dhurata do bëhesh një prej njerëzve më të shtrenjtë në jetën time, që më ka mentoruar, është kujdesi më mbushën sy me lot. Amore, je si shpirt. Po mirë si u bëm shoqen e trijat. Ti e ke kujtesën më të freskët. Po, unë e kam shumë të freskët. Siç me këtë ndrojtën që i kam shkruar dhuratës, kam shkruar edhe ty. Pasi të kisha bërë tag në një story në Instagram, ku ti kishe thënë never trust the skinny chef. Edhe unë ishte pikërisht periudha që kisha filluar të mbushesha, se po merresha për ditë me ushqim. Në fakt unë këtë e kam fituar pas lindjes vajzës, po kisha filluar të transformohesha pak, kështu më e mbushur. Edhe unë të bëra aty tag, edhe ti më ktheve një përgjigje shumë të këndshme, edhe më the të pres kur të duash për kafe tek studiot e vjetra të 21, dhe unë i kisha shumë afër me zyrën time në atë periudhë dhe jemi takuar sikur kishim një jetë që njiheshim. Po, na bashkonte një gjë Na bashkonte. Pastaj ti më njohe me dhuratën. Po, edhe unë kam bërë bashk. Po. Edhe tani jemi ato shoqet virtuale. Po na lidhe shenja në dyja se mi Akwario edhe. Të dyja atje. Po, e punë Luani me të dyja. Çfarë do të na gatuash ti sot? Unë fakt sheqerparen e kam bërë. Po. Se po ta bëja këtu do merrim më shumë kohë televizive se ç'duaj. Vetëm sa është ftohur, kështu që ndoshta ka nevojë pak edhe që të ftohet. Doja që të bëja jufka, edhe diskutova këtë pjesë me dhuratën, por që t'i kombinonim pak recetat, se ne do i provojmë të gjitha. Dhurata do bëj diçka që do shkoj me troftën time me gjalp. Unë e ruaj gjithmonë origjinën time dhe besoj që si çdo dhurata që tradita është ai zjarri që ne duhet të mbajmë, se e kemi diskutuar sa herë jemi takuar. Unë mendoj që çdo gjë që më ka bërë këtë që jam, është gjërat e përditshme ose të përjashme që ka bërë mami im me babin në shtëpi. Babi ka sjell troftën, më ka mësuar se ta pastroj, mami e ka gatuar, mami më ka trashëguar sheqerparen, edhe jufkat po ashtu janë. Do me thënë thjesht jam unë. Për ndryshe, Orana ma tha sot pse i ka gatuar sheqerparet. Për shkak se në familjen time, baba imi ka gatuar sheqerparet. Dhe kjo e kam bajt mend dhe tha nuk kishte si të vija ati mos t'i sillja sheqerparet. Kështu që të falenderoj shumë. Me shumë kënaqësi. E dërgove në 5 adresa? Dërgova. Okej, shumë bukur. Tani presim përgjigje se miket që punojnë zakonisht nuk i shohin telefonat shumë. Do thonë është spam, se dhurata spam, mundja thonë të kërkoj këtë negativ, nuk e di. Shpresoj të ndryshe mesazhi që e ka dërguar dhurata tek miket e veta, apo më rinë ok i mirë syzat? Faleminderit. Do të shkojmë bashkë te Laura, zemër, do të shkon shumë kjo ngjyrë me të kuqen e flokëve. Faleminderit, do të shkojmë bashkë te Laura të çoj ti përzgjedh Laura për fytyrë. Edhe Engji është fantastik në përzgjedhje të me fizionomin. Po, shumë është i mirë, tepër i mirë. Okej, ja mesazhi që e ke dërguar. Të dashurit e mi, jam duke bërë një eksperiment shumë serioz. Po përpiqem të ribëj një recetë të lashtë që ka humbur që disa shekuj. Ose ndoshta thjesht e kam harruar ku e kam shkruar. Në çdo rast, nëse dëgjoni ndonjë shpërthim nga kuzhina, mos u shqetësoni, është vetëm përpjekja ime për të bashkuar qepën e Librazhdit me Elbin e Lezhës. E madhe. Ju dua shumë, nëse mbijetoj,
ftoheni për darkë. E paparje. Nuk e di që të ndërë. Shumë faleminderit. Kështu që ta shohim se si do të përgjigjen apo do të mendojnë moj e ke shkruar ti këtë? Po. Tani fillojmë me 5 pyetjet. Pyetjet i bën zakonisht producenti ynë Ben Apolloni, po ashtu edhe SMS-in pazarar. Kështu që e kam dorë të djathtë dhe të majtë dhe atë. Edhe ai është Aquarius. Kështu që prej një Aquariusit te Aquariusit tjetër. Ta shohim se çka ka ditë me i pjesë. Ta zgjedhë një nga zgjidhe një dhe ma jep kavanozin ta heq tutje. Okej. Pas ka qenë shumë e bukur. Si është të shkruash 5 libra për kulinarin e një vendi ku askush nuk lexon edhe nëse vdesin urije. Po shumë e bukur si pyetje. E vështirë, po shumë e vënd. Dalë tek ajo që janë ca shpreje që jepen herajrës, ja vlen të bësh një mundim edhe sikur vetëm një njeri ta dëgjoj fjalën tënde. Ja vlen të shkruash atë të pashkruajtur, edhe sikur pak fëmijë ta lexojnë. Unë shpeshherë ftoj tek lugargjend fëmijë, shkollat ndryshme me cilët ne gatuajmë, ku flasim për produktet e ndryshme, ku flasim se si duhet ham mirë sipas stinës dhe produkte lokale. Dhe kur mbaron eventi, unë kam shumë foto me fëmijë, është ambient i vogël te lugargjend, po vinë rreth 80 fëmijë, kanë qef mësueset dhe i sjellin. Edhe në ato 2-3 orë që kalojmë bashkë, shumë shpeshherë mësueset e shkollës Fajkonica që vinë shpeshherë thonë, si nuk lodhesh o dhurata. I them, unë jam hiç krahasuar me ju që jeni çdo ditë bëni me fëmijët. Ne nga 1 nga 2 kemi edhe lodhemi herës. Por unë them gjithmonë, ja vlen përpjekja jonë për të folur për këto gjëra, sikur nga këta 80 fëmijë, sikur vetëm 5 të dalin dhe të bëhen agronom si puna ime, nesër do shkruajnë politika më të gjelbërta për vendin tonë. Kështu që ja vlen çdo lloj mundimi, edhe të shkruash 5 libra në një Shqipëri që nuk lexon asnjëri. Unë kam sjellë të parën një herë që dua ta jap me shumë dashuri, është historia dhe kulinaria e Trevës së Tiranës. Janë 31 receta, të cilat unë i kam mbledhur dhe i kam sjellë në 2 gjuhë dhe të lashta, një pjesë e tyre janë larguar, por e kam sjellë dhe me historinë e pse Tirana është ajo që është sot, sepse është e përbër nga kjo pasuri e madhe e bletarisë, e bulmetit edhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me territorin e Tiranës. Këtu kemi sjellë edhe në fund të saj edhe për të, si thua, promovuar gati disa shefa të mirë shqiptar që kemi ne nga Shqipëria, si Bledar Kola, ju i njihni, i keni miq, Ismet Sheu, Juli Zguro, Fundim Gjepali, pra i kemi sjellë se si sjellin ato recetat e tyre, pra receta shqiptare por të modernizuara. Pra shija ruhet, elementet janë shqiptar, produktet janë shqiptare dhe si dhe me këto gjëra, pra s'kemi nevojë t'i marrim nga jashtë apo t'i sjellim, i kanë sjell këtu. Ky është libri. Libri tjetër që është shumë i rëndësishëm, këtë e kam lënë për Oranën, se Orana i sjell gjithë librat, është ai që ju thash që unë së bashku me këtë organizat për cilën unë shpeshherë, nuk është se është si thua komunitet i madh, ku Altin Prenga dhe unë kemi qenë promotorët e sjelljes tin në Shqipëri, është Slow Foodi. Ju e njihni, e dini shumë mirë. Kam bërë emisione për e di shumë mirë, sepse u përcjell gjithmonë. Kemi ruajtur këto produkte shqiptare me nga një sked, ku në këto produkte, jo vetëm flasim për shembull për patatjen e Steblevës, që është në një zonë në Librazh, që është e veçantë, themi muajin ku mblidhet, pra një gjë shumë të vogël që çdo njeri mund ta lexojë. Pra nuk është një studim i thellë agronomik që edhe të lodh për njeriu tjetër, por themi si është përmbajtja, si e ka pamjen patatja, përdorimi në kuzhinë, siç e kanë përdorur shqiptarët në lashtësi, historia e produktit, pse në këtë tokë, është shumë e vogël dhe statusi aktual, nëse kërcënohet apo është drejt zhdukjes. Dhe pse ndodh kjo gjë? Edhe kemi sjellë edhe element, jo vetëm antropologjik, po edhe element social të cilën na bëjnë ne të kuptojmë që sa e pamundur është ose sa e mundur është ta shpëtojmë një produkt të tillë. Mirë. Kjo
emrin e ka Shqipëri. Kur do ta bësh një libër të tillë për Kosovë? Se ne përmende pataten, ne kemi pataten e mbrojtur. Po, e di. Po, si produkt të mbrojtur dhe kemi edhe disa produkte djathin e sharrit, të cilin mundohen maqedonët ta marrin, por është i joni. Do të thotë ka disa produkte të cilat që janë të mbrojtura. Për të cilat do të mund të bëje një libër të tillë fantastik. Këtë kemi do ju thoja diçka. Unë vitet e fundit kam ardhur shpesh në Kosovë fal Swiss Contactit për të parë mundësinë e entiteteve bujqësore të cilat mund të shprehin veten e tyre duke treguar përvojat e tyre dhe për t'i kthyer në agriturizme, sepse territori juaj agrar është shumë i mirë, është jashtëzakonshëm dhe ka shumë vlera produktesh. Nuk mund të ketë hajvar të mirë nëse specat e zonës Krushës apo gjitha ati pelgu nuk janë të mira dhe me atë tipologji speci duhet bërë. Dhe për të ruajtur këto zinxhir, specin, tokën, tipologjin, diellin që bie në atë punëtorin që din ta bëjnë njerëzit ndryshe nga fjala vjen nga prepolja, fjala vjen, po marr prepoljen që është janë ndryshe sepse toka është e ndryshme. Kjo duhet branduar. Kjo duhet ruajtur si specialitet tradicional i garantuar. Është një markë quhet STG. Ne në Shqipëri kemi futur 13 produkte që janë markën. Në momentin që bëhen markë STG, specialitet tradicional i garantuar, atëherë ti e ke të mbrojtur. Atëherë nuk ta marr dot. Nuk është thjesht një emër i thjesht dhe ruhet gjithë komuniteti dhe këtë lloj produkti nuk e di, mund të jetë zona edhe e Gjakovës apo edhe Pejës që bëjnë, e ruajnë këtë gjë dhe sado ta prodhojnë të tjerët, ky produkt, si thua, ruan atë territor dhe ato komunitete që prodhojnë. Dal nga ka dhe rikthim ekonomik për ta, sepse ai vjen në Shqipëri. Di që ne në Shqipëri nuk lodhemi dhe ajvarin që shpeshherë e gjejmë gjin Maqedonas, nuk kam asgjë me Maqedonin, kam jetuar atje dhe prodhojnë ajvar shumë të mirë, por në një vend që vetëm pjesa e emrit si shtet na ka ngelur e ndryshëm, barierat e tjera ekonomike, ne duhet i ulim, ja kam thënë dhe ministrit tuaj të bujqësisë, që ka ardhur në një testim vaj ullirit, ne duhet i ulim barierat ekonomike, jo taksa, në mënyrë që produktet e Republikës Kosovës të jenë në Shqipëri pranishme dhe anasjelltas. Pra, jo në Kosovë të marrin vaj nga Greqia, por ne kemi mundësinë të ulen dhe po gjetëm tregje, s'kemi se ashesim italianëve, që të na sillin prapë në vendin ton. Anë radh parë njerë është një shuarje dhe një si thua, heqje të drejtave të prodhimit territorit shqiptar që nuk i njihet Made in Albania, e dyta ndotja ambientit që vetë e vjen dhe e treta na vjen me çmime 3 fish, çmenduri. Kupton? Ndërkohë që shqiptarët mund ta marrin me një çmim shumë të mirë. Absolutisht. Dhe e njëjti çmim duhet jetë në Kosovë. Nuk besoj se duhet jetë ndryshe. Tani, libri tjetër është për pojnë. Libri tjetër është për pojnë. Pse është për pojnë? Sepse unë bashkë me një shoqen time kemi bërë një libër për fëmijë, jo vetëm për të edukuar fëmijët, po shpeshherë fëmijët nuk i han. Djali im akoma sa domaten, e vetmja gjë që nuk ka. Dhe bëjmë një, si thua, tregim, kjo vajza që e tregon quhet Rozi, dhe Rozi, duke mos ngrënë domaten, vete në kuzhinë dhe i thotë im apo pse fillon një bashkëbisedim me domaten. Është një tregim shumë i bukur, ku fillon edhe bëhet darka, pra ato tregime që ju lexojnë prindrit fëmijëve apo gjyshet dhe dal nga dal e bën aq ndjellës gjën sa që vetë Rozi shkon në kuzhinë dhe gatuan diçka për domaten. Me domaten, dhe gatuajmë gjëra të thjeshta që fëmijëve të jenë edhe ata të futen në procesin e gatimit, sepse procesi i gatimit i njeh me fizik, i njeh me botanikën, i njeh me shumë produkte, me shumë procese të ndryshme dhe mund të gatuaj një makarona shumë të thjeshta, kaçorela, që i themi ne ashtu fuzili, po kaçorela dhe t'i bëj me domate edhe me pak djath. E njëjta gjë shkon edhe me vezën. Pra, është një libër shumë i këndshëm, është shitur dhe në Kosovë shumë. Shumë të faleminderit. Po, produkti tjetër është i takon 31 recetave me bulmetin shqiptar. Ne në Shqipëri, si që në Kosovë, keni djathin e sharit mrekullueshëm, të bërë nga dele shumë të veçanta. Tipologjia të cilave duhet të ruajtur, në mënyrë që barinte e sharit, që janë, le të themi, gjigant, unë i kam takuar, të kenë dhe sot jepen
mundësira të mëdha për të ruajtur edhe jetën baritore. Projektet ndryshme që UNESCO i njeh, siç është Transhumanca, me cilat unë po punoj, duhet patjetër që sharit dhe djathit i mbetet pasuri Kosovës, sepse vetëm nga ata e kemi njohur neve. Dhe në Shqipëri, djathi i sharit, siç është Beqeni i sharit, i famshmi. Këtu kam nxjerr 31 receta së bashku me zagorin greke, pra një pjesë të Greqisë e ka punuar një zotëri nga Greqia. Unë kam sjell gjithë bulmetin shqiptar të gjithë zonës nga Tepelena e deri në Zagori, në Gjirokastër, recetat që bëhen me to. Të gjitha recetat që ata i gatuajnë dhe i keni këtu gati në 3 gjuhë, në shqip, anglisht dhe greqisht. I ke këtu. Këto recetat të lashta të cilat mund t'ju vyen dhe ju në emisionet tuaja në të ardhmen për të gatuar një produkt shqiptar. Këtu mëson edhe përbërësit e rallë këtë. Ndërsa kjo është përsëri një libër për fëmijë që unë e bëj shpeshherë, është i vogël, doracak i themi ne. Edhe këto janë përpojnë. Po edhe këto përpojnë. Kështu që i kam sjellë përpojnë dhe nean. Faleminderit shumë për këto. Ndërsa tani vazhdojmë me pyetjet e Benit. Për zgjidh një kavanaz. Patjetër. Ups. Dhe largoj. Okej, shumë bukur. Ke punuar në Rom, Novi Sad, Beograd. A e ke përhapur flinë dhe byrekun si armë diplomatike? Shumë e drejtë. Jashtë mase sot, gastronomia diplomatike po luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse edhe kur ulen në negociata, njerëzit edhe Ismail Qemali, kur është ulur dhe ka shpallur pavarësinë me Isa Boletinin, kanë ngrënë kulaqin e Marigos. Kështu që gjithmonë janë ulur dhe shumë e drejtë Deni që e ka bërë këtë pyetje. Kur kam punuar në Rom, kam punuar, si thua, në vendin e italianëve, unë isha vetëm atëherë, sapo isha martuar dhe nuk pata rastin të gatuaja shumë. Më shumë kam mësuar. Në Novi Sad po ashtu. Ishte shumë e pamundur të kisha lidhje me të tjerë dhe të gatuaja. Këtë lloj armë diplomatike kam luajtur kur kam jetuar në Boston. Ne në Kennedy School of Government, ku studionim në Harvard, çdo të premte bënim, si thua ato, e premtja e çlirët e quajnë ata, dhe mblidhen pin bira etj. Dhe vura re që në, le të themi, në mencën e tyre gatuoj keq. Në Amerikë, për mua personalisht, flas për 2008-2010 që kemi jetuar ne, në mencën e shkollës më të mirë në botë, në një mënyrë që unë veja në shtëpi dhe gatuaja. Dhe në një nga ato takimet që ne bënim që quaj potluck, që secili sillte të vetet, unë kam sill fërgesën e Tiranës, sepse ishin produkte që mund t'i gjeja, vajtat e dyqanet greke dhe mora feta greke që e bëra fërgesën e Tiranës me djathin, dhe bëra si për të nderuar familjen e bashortit tim që nuk janë më pak në gatime, Vjera ime ka pas tratori në Gjenova dhe njihet, është piemonteze, dhe shumë gjëra nuk e kam përmendur tani, kam dhe nga ajo, bëra një lazanjë me pesto genoveze të cilën ma kishte sjell nga Gjenova. Dhe me këto dy pjata shkova aty dhe i thash, ka që një dekan i fakultetit, që ishte edhe mikit tim shoqi, edhe i thosha unë, si ka mundësi që ju me këto dressing që bëni, këto salsat që bëni, i merrni të gjitha të përgatitura të mëdhaja nga një supermarket shumë i madh që ishte, dhe nuk mund t'i bëjmë vetë shefat aty që janë, sepse ishte mund bëhet shumë mirë vetë, me kostin që mund ta merrni vetë, me pak turmeri, ku duhen me gjëra të tilla, si që kanë Amerikanët, që nuk e kemi ne kur shqiptarët, ne duhet kalojmë në 100 filtra, jo po duhet, zëmër më tha mua, Hani më tha mua, can you go there and talk with the guys? Me i fjalë shko aty dhe fol me zotrinjt aty dhe jam unë që e marrë përsipër, vajta dhe fola, ata nuk ishin shefat në kuzhinë, ishin thjesht njerëz që dinin gatuanin, kishin mbaruar shkollën e dur, edhe bëm një 2-3 salca që i kisha mësuar për t'u hedhë sallatave, sepse na dishte fyti në fund kur hanim ato salcat e parafabrikuara. I thash në radh parë, ju jeni një shkollë që promovoni green is the new crimson, thoni. Arvari do bëhet green komplet, ndërkohë që vetë në kapilarët tuaj rjedh konsumimi tepruar, shkatrimi me plastik, me gjithë këto gjëra i thash që keni. I thash, you are a genius, më tha mua, për momentin, ose genius janë ata, jo unë, po tha, let's go and change it. Mi fjalë, për njerë,
për njerë, dhe vajtëm dhe mësuam jo se mësuam, po i ndava si eksperiencë, se dhe unë të mësuar a i kisha, dhe filluam të bënim dressing të ndryshme dhe ata filluan ta hidhnin në mens. Pra sa prakticiteti i tyre pa kaluar në filtra, sigurisht kosin, vajin, e kishin të miratuar për të bërë më të zhdërvjellët dhe për të ndryshuar me njerë, sepse vetë dekani arriti të kuptoj që ne po mësojmë në vija të mdhaj, në vija venore, në vija akademike, ndërsa aty ne në vetë japin shembullin më të keq të mundshëm. Kështu që diplomacin gastronomike e kam quar në stadet më të larta cuna, e kemi quar në Amerikë. Dhe një vend si Shqipëria, jo pak ditë më parë, ishte në Harvard, ishte koncert i shqiptarëve veveshen nga shoqata Besa e Fanolit. Dhe jam shumë e lumtur që edhe aty, sado vend i vogël që jemi, kemi quar një gur tonin. E kemi vënë një vend tonin. Bravo. Pyetje shumë me vend beni dhe përgjigje fantastike. Faleminderit për këto informacione. Dhe shkojmë me pyetjen e radhës të shohim çfarë ka menduar Beni. Beni është fantastik. A më shumë ke shpëtuar receta nga zjarri i Shporetit apo nga aresa kolektive? Jam e bindur që kam shpëtuar dhe kemi shpëtuar, se unë nuk jam vetëm në këtë rrugtim, kam shumë shok të mirë, por që pak historian, si thuash, të kulturës buknore kemi në Shqipëri, shumë të pakët janë, jam unë dhe Mondi Kekino, paka shumë Orana deri diku. Një mpuq për Mondin. Mondin, që kemi shumë mik, kam shok të vjetër. Unë kam shpëtuar më shumë, ne kemi shpëtuar më shumë receta nga aresa kolektive, dhe po mundohemi të shpëtojmë, sepse zjarri i Shporetit, mos njerë gjyshet e kanë gabuar, po përgjithësi nuk gabonin shumë. Sot i djegin më shumë recetat, gjyshet tona dhe nëna tona nuk para i dignin se kishin syt e ballit. Dhe më kujtohet një fjalë e gjyshes time Afërdita që më thoshte, do ta them me dialektin e Labërisë. Patjetër. Bio Xhani nënës më thoshte mua. Ushqimi duhet përkëdhelur o jetë, më thoshte. Kështu që duhet t'i rish në kokë dhe mos ta harosh aty sepse aty ke derdhur gjithë dashurinë për të ardhmen të tu. Po, vazhdojmë. Shumë bukur. Shumë thënie e bukur. Po, edhe shumë e bukur. Përkëdhelur, po. Në parnahiret ndërkombëtare ku ke marrë pjesë, a ka ndodhur ndonjëherë që dikush të mendoj se Tarhana është emri i ndonjë këngëtare turke? Shiko, unë e kam shkruar dhe në librin që ju dhash ju për Tarhanan, ne në Tarhanan në Shqipëri e përdorim jashtë mase, është një gjë që ka të bëjë me fëmirin, është një ushqim i cili ka lindur në Iran, në Persi, pra nuk është joni, është sjell nga Anatolia, nga mbretëria dhe gjithë perandoria Anadolit e Osmanëve, është sjell dhe e gjen gjithandej në gjithë Ballkanin, edhe në Greqi, se grekët thonë është e jona, po jo, nuk është e tyrja. Dhe e kemi përshtatur sepse tashmë është bërë pjesë e jetës sonë. Tarhan ose Tarhana në përgjithësi shqiptarët kujtonin se ishte e tyre. Nuk e di, nuk më ka qelluar asnjëherë që ta quajnë si fjalë turke, por jo shumë vite më përpara kujtonin se ishte vetëm turke, nuk është turke, dhe në libër e kemi sjell, siç thash, e kemi sjell në versionet të ndryshme që ahet në Shqipëri, dhe është ruajtësja dhe shpëtimtarja e fëmirisë së njerëzve, sepse çfarë ndodhte, Xheri? Në periudhën e shtatorit, kur fillonin dhe delesh baktia mbarsej, fillonte edhe, si thua, delet nuk kishin më prodhim qumshi, se mbarseshin, deri në fillim të janarit, ku është një periudhë 4 mujore që ato lindin qingjat e parë, gjithë shatarët, me fjalë njerëzimi nuk ka pasur qumësht. Dhe të mençur persët menduan që gjatë muajve të bearit ose gjatë muajve ku kish prodhimtari të madhe qumshti, e koagulonin nëpërmjet grurit, që dilte që bluej në shtator, se ndryshimet klimatike ta bëjnë grurin që edhe më përpara tani, po atëherë ka qenë, pra me të vjelat, me atë pjesën e begatisë të vjelave, dhe e ruanin, e mbanin që gjatë dimrit fëmijëve t'u jepnin qumësht, pra të kishin një mundësi, sepse edhe fermentonin o me qumësht o me kos, ose me perime, siç e bën zona e Korçës dhe Ercekës. Ose me lang mishi. Ose me lang mishi. Ulçini e përdor me lang mishi. E çuditshme, tek ne e përdorin zona, e bëjnë me lang mishi zona e Mallakastrës.
shumë e çuditshme. Me fjalë është një krajnë kaq e vogël, ata e bëjnë me lëng mishi. Bëhet si brodo, si broth tamam. Njësoj si ulçini e përdor me e çuditshme. Ja, shikon sa variante ka tranaja. Dhe kjo gjë e ka ruajtur. Anë radh parë është një ushqim jashtëzakonshëm, jo vetëm se mbush barkun për fëmijët si që përdorin, por gjithë pro dhe prebiotik. Më thuaj një fëmijë kur kanë ato fryrjet e para të barkut, ato gazrat, kur merrin trana që e pinin, se përpara edhe e hanin, s'kishtin baronin të pjesa e dhënies me gjithë dhe e përdornin. Kështu që është një produkt shumë i mirë. Jashtëzakonshëm që po shikon një rivitalizim, një revival tani, sepse ne kemi filluar ta fusim edhe në kopshte. Patëm një lloj rezistence nga kopshtet, nga prindrit, se së dukej moderne e kështu, por duhet ta shohin me shumë përparësi se u bën shumë mirë. Është probiotik shumë i mirë, kur bëhet në mënyrë të mirë, me një fjalë, me fermentim është si me sourdough, me atë bashmajan që bën, është shumë i mirë, po edhe mosha e tretë, e cila shpeshher has vështirësi me tretjen, ajo e ndihmon. Mosha e mamit tim, për shembull, që e përdorin, gratë në menopauzë, sepse ka kalcium, është shumë e mirë dhe është mirë ta përdorësh. Shpeshher nuk do sepse s'duan brumra, po mund ta përdorin si supë. Pra në formë supe, me ujë, thjesht e trash, me pak vaj ulliri mund të përdoret shumë mirë. Kjo është çështja e tranës. Edhe një vezë brenda sa për protein. Po edhe vezë, tamam, shumë mirë. Mund të shtohen shpeshher edhe shtus proteina është në to. Nëse nuk janë të ëmbël, rrin tek pjesa pa ëmbëlsi, mund shtohet se është shumë e mirë. Kur gjen receta të vjetra, a I gjen në dorëshkrime antike apo të shfaqen në ëndër të shërbyra nga Skënderbeu personalisht? Sa bukur! Spektakel, shumë e bukur. Atëre, Beni do I them dhe gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të emisionit që unë këto kohë po punoj shumë në zonën ku një mal ka emrin e tij, emrin e Skënderbeut, sepse mos ma merr thot Orana se është nga Mati, nga zona e Matit edhe të vrasin dibranët po ju preke Skënderbeun, por quhet mali Skënderbeut. Dhe në atë vend që quhej Skura I sipërm dhe I poshtëm, pra në pjesën nga ana tjetër shikon futesh në ulës dhe në Shkopet, kam gjetur disa reseta të rralla, atë që ke cekur te dhe ti xherin përpara për punën e flis, që flia edhe mund të evoloj, mund të ndryshoj. Kam gjetur flin me mish. Ata e quajnë fli, e bëjnë tamam si unë Kosovë, me ato ndryshimet, siç e bën dhe kuksi, se ka ndryshime, ne kemi bërë një gjë të tillë vetëm për flin, dhe janë receta shumë të rralla, duke qenë që janë vende shumë të izoluara dhe nuk kanë marrë, kanë dhënë me tjerët, ato pak receta 2-3 që I kanë shumë të rralla, por I kanë shumë të lashta. Pra në njerë në vëndet e izoluara, prandaj më pëlqen shumë gegnia mua. Gegnia më pëlqen shumë sepse a nuk është pushtuar për shkak të lartësisë, që nuk vjen te pushtuesit shumë, por duke qenë që nuk kanë lëvizur shumë, kanë qenë dhe stoik, kanë ruajtur shumë me fanatizëm gjërat e tjera. Në një pjesë kur flasim për antikitetin. Kur flasim pastaj për dhënien e marrjen, shkojmë poshtë nga Korça, nga Gjirokastra, nga këto vende që kanë dhënë me Greqin, kanë marrë Leskovikun, janë më të zhvilluar, kanë shumë receta, sigurisht që kanë shumë receta, sepse edhe kanë lëvizur shumë. Kanë lëvizur. Kurse në do të shkosh në autoktoni, shkon në Labërinë e Egër, shkon në Malsitë e Veriut, me një fjalë aty ke receta të paprekura, siç shikon dhe këngët dhe vallet dhe kostumet e tyre. I kanë shumë unike. Kështu që kjo është e gjitha. Okej, përfunduam me 5 pyetjet në kajmak, ka ardhur ndonjë SMS? Atëre, SMS-et që më kanë ardhur, mos u çudit, më ka ardhur nga një shoku im që punon në Ministrinë e Inovacionit, që më thot më ka të shkruar një zëna. Si quhet? Sie, Albi Greva. Albi Greva është ka pas punuar dhe ai shpeshherë në Kosovë. Albi është merret shumë me kulturën dhe sie më thot asnjë gjë tjetër. Tani, me fjalë sa rin ta konceptoj që unë po I kërkoj recetë. Me këtë pyetje, sie do të thot, a je mirë, a ma ke shkruar ti apo jo? Funksionon Komiteti Qendror dhe ne nga Shqipëria apo jo? Po, tjetër mesazh? Deri tani jo asnjë. Ne këtu përfundojmë muhabetin, por nuk kemi përfunduar të gjitha dhurata, se këtu e kam një fletore ku zakonisht miqtë e mi vinë dhe shënojnë diçka për emisionin ton. Kjo pastaj do të përmblidhet në fund të vitit 2025, në dhjetor, dhe do të... Apo jo? Po, do të bëhet si një tregim I
emisionit, por nuk e di sa do të dalë tregim, por diçka do të dalë, prandaj e ke dhe ti të shkruash diçka për emisionin, rreth emisionit. Patjetër. Para se të vete aty, unë do të t'jap diçka që e kam shumë për zëmër. E kam shumë për zëmër, sepse përveç biznesit tim që thash që e përmenda, unë një vit përpara me 2 shokë të mit, kemi krijuar një diçka që donim ta çonim, le të themi, shihen shqiptare në një nivel tjetër. Dhe kemi krijuar një çokollatë. Çokollatën e parë shqiptare. Tani do thoni ju gjithë thonë, çokolata nuk është shqiptare. Si kam çokoalbe kemi quajtur, çokoalb. Çfarë bëm? Unë e kisha pasur si ide që në 2018 dhe kemi bërë diçka të vogël në 2018, por që nuk u realizua me shef Ilir Hysajn, që është çokolatieri më i mirë shqiptar. Në mos njerë do ta marrësh. E kemi shumë të njohur, gjithë miqtë tuaj e njohin, të bën spektakël me çokoladën. E kemi, nuk e di, ka fituar disa kompeticione edhe në Francë dhe në Itali, dhe kjo miqësi që kemi patur ne të dy u bashkua nga një shoku jon i tretë, i cili edhe na shtyu për të krijuar këtë ide dhe për të krijuar ndërmarrjen e parë shqiptare që quhet Çokoalb. Kemi marrë 10 produkte shqiptare, nga Malësia e Madhe edhe deri në Sarand, dhe i kemi sjell nëpërmjet çokoladës. Po nuk i kemi marrë vetëm produktet shqiptare, kemi marrë dhe punën e njerëzve që punojnë mbrapa. Kemi marrë punën e Rok Bujaj që bën boronicën më të mirë të Malësisë Madhe dhe nxjerr liker dhe kemi quajtur çokolata Shkodra. Kemi marrë vajin e ullirit të Silva Subashit që bën vajin më të mirë me ullin të kokorbardh të Tiranës që i keni aty dhe kemi sjell në Tiranën pralinën me vaj ulliri brenda. Kemi marrë fikun e Roshnikut të shokut ton që ka Alpetën, Agriturizëm Alpeta, dhe bëjnë fikun më të mirë të Roshnikut, e kemi bërë çokoladën Berati me fikun e Roshnikut dhe çokoladë zezë. Po ashtu me Vlorën, me kripën e Nartës, nuk u vun vajin e ullirit se u dihet. Kemi vajt në Sarand dhe kemi bërë me portokallin e Borshit që është në zhdukje. Dhe kemi ndihmuar dhe komunitetet, jo kemi ndihmuar, punojmë me ta, në mënyrë që ata të rinë Borsh dhe ta ruajnë atë. Pra ky zinxhir vlerash e kemi sjellë në këtë pako me xhubletën shqiptare që e ruajtëm në UNESCO, dhe këtë duam ta bëjmë dhe për Kosovën në të ardhmen. Të gjejmë njët dhe bëjmë çokoladën e Kosovës. Se s'kan më shumë as Godiva, as Lind, kemi marrë dhe një kakao që është që respekton mbi të gjitha punën e punonjësve në Amazon, është çokolata me Rainforest Alliance, me kakaon më të mirë dhe mbi të gjitha Fair Trade, që respekton punën e njerëzve. Kështu që këtë çokoladë kemi sjell ty, të parën në Kosovë, për nderin që na ke bërë ne, kemi vënë dhe historinë e xhubletës, e hapa aty me fjongo. Po, veç jam ty e shiku sa e bukur është. E kemi sjell me të gjitha komponentët që mos na ketë zili, mos ja kemi zili ne botës, po t'jemi krenar dhe ne me çokoladën tonë. Kemi historinë e xhubletës të sjell në dy gjuhë, dhe këto janë çokoladat shqiptare. Me unë di krenar, ore, se unë e them shpesher, ndju krenar jo vetëm për erojnë, po edhe për këto produktet mrekullueshme që kemi. Absolutisht. Dhurata kjo është njëra ndër dhuratat më të çmuara që unë kam marrë viteve të fundit. Faleminderit shumë, jo për shkak çokoladave aq shumë, sa për shkak të përmbajtjes që e kanë, për shkak të idesë, për shkak të kreativitetit dhe për shkak të promovimit të Shqipërisë dhe turizmit të Shqipërisë. Kjo është një gjë fantastike që e keni punu dhe bravo ju qoftë. Miq të nderuar, unë tani më mbetet që dhuratës t'ja marr atë fjalin për emisionin ton dhe derisa dhurata ta shkruaj atë fjali, unë duhet t'i jap dhuratës një dhuratë të vockël që e kemi të emisionit ton, por që e kemi me shumë dashuri dhe me shumë domethënie. Unë në përgjithësi shkruaj kur frymëzohem, isha shumë e mbushur sot me emocione, edhe pse nuk dukem hera erës, por shkruajt ato që ka më erdhën aty pari me njerë, dhe ato që ka më erdhën majet gjuhës, janë veç se 2 fjalë. Njërën për Kosovën tonë, si toka e dashurisë munguar për ne shqiptarët, mbushën syt me lotë, në shekuj dhe gjendur për të përbashkuar përjetësisht, dhe tjetra për familjen tënde. Dhe kur them familjen tënde, unë
sa herë që kam ardhur, kam gjetur njerëz dhe ti nuk i ndan nga familja, gjithë njerëzit, për ta çuna që ke këtu, gjithë familjen tënde, e cila na e kanë bërë Prishtinën shtëpinë e dytë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë të faleminderit Dorata, shumë e bukur. Shumë Ta do me thënë fjalë se mia. dhe shumë e bukur. Faleminderit shumë. Shumë. Këtu kam mjaft kujtime nga njerëz që i dua dhe si vjet, kryesisht po mundohem që të kem sidomos tek kjo pjesa ku ftoj miket e mia, të cilat kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribojnë vendit të vet. Këto emisione i kam shumë për zemër, shumë dhe të faleminderit shumë për do ta ruaj me dashuri. Faleminderit shumë. Dhe kjo tani është dhurata imja për sa e bukur, shumë e bukur në Gjergjef. Sa shumë bukur. Me fund shumë faleminderit. Ti je një shembull Rofsh. I rrallë dhe një shembull i mirë se si duhet të duhet toka. Se si duhet të duhet fshati, se si duhet të duhet produkti, se si duhet të duhet shëndeti në radhë të parë, për shkak se ti promovon ushqimin e shëndetshëm, ushqimin me përbërës vendor, edhe zakonisht thonë që ta mbash shëndetin, haje kumllën tënde, haje mollën tënde, haje qepën tënde. Dhe ty të falenderojmë për punën që po e bën në Shqipëri, por të falenderoj dhe për të gjitha tjerat që jep kontributin tënd. Të faleminderit shumë. Je një person shumë i rrallë, të themi kështu, je yll në fushën e gastronomisë. Pavarësisht që nuk merresh çdo ditë në të, po je yll në fushën e gjerë të gastronomisë. Faleminderit shumë që ke gjetë kohën të vish dhe të faleminderit shumë për gatesën që do të bësh. Patjetër, me shumë dëshirë. A të ka ardhur edhe ndonjë mesazh? Po më ka ardhur një tjetër nga një shoqja ime në Vlorë dhe thot, kush e ka shkruar këtë gjë, kush e kërkon këtë gjë, ti thot, se nuk çuditem me shumë pikë pyetje që unë kërkoj një recetë të lashtë njerëzve që s'merren fare me këtë gjë dhe akoma nuk e besojnë, kupton? Më vjen çudi thot. Të tjerët akoma, pra 2 nga 5 janë përgjigjur. Njëri më janë me pikë pyetje të gjata, dhe më thot si je, me fjalë që je mirë, je në rregull, edhe tjetra Marcela Tringaj, që është Marcela është një shoqe tjetër që edhe kjo punon shumë, që quhet Fshati e Zanat, është në Vlorë dhe punon shumë dhe me të punoj me një dhe Orana, se kemi krijuar kështu komunitete njerëzish që punojnë në këto gjëra, kështu që prandaj çuditet që unë kërkoj një recetë të lashtë. Ndërkohë derisa të përgatis dhurata, ndoshta na vjen edhe ndonjë SMS tjetër, por do të transferohemi tek kuzhina ku e kemi Oranën tashmë me dur në kuzhinë. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Bëjmë një troft me cilën unë jam rritur, po e bëjmë pak më ndryshe, me një shije dhe aromë gjalpi, e cila do lidhet tamam në një salcë, teksa të gjitha këto copzat e troftës do kafërdisen në tigan, me erza të freska, me një kombinim të disa piperave të ndryshme dhe hudhër dhe lëng limoni. Nëse dëshiroj mund ta shuajmë edhe me verë, po unë sot po e bëj me limon, se na kombinohet kështu edhe receta me dhuratën, se i kemi bërë kështu si motra, i kemi kombinuar dhe receta. Këtu në këtë recetë ne nuk e kursejmë gjalpin, se ky gjalpi është tamam sekreti i recetës, siç është edhe për francezët sekreti i gjërave më të mira në kuzhinë. Çfarë do të ndodhë është që gjalpi mund të digjet dhe për ta rregulluar pak temperaturën, shtojmë pak vaj ulliri. Sa të na shkrihet gjalpi pak, do fillojmë edhe do vëmë copzat e troftave. Kjo është një recetë tipike që bëhet në tigan, mund ta bëjmë edhe në tavë, po mund të marrë shumë kohë në furrë. Kështu e bëjmë shumë më lehtë sepse ky tigan i mbyllet me kapak, edhe ruhet nxehtësia për brenda, edhe ruhen edhe aromat. Do bëj shumë se këtu të xheri shtëpi e madhe.
rrisim temperaturën në maksimum dhe nuk friksohemi sepse kjo nuk është skuqje. Është tamam një zbutje aromatike në gjalp edhe në vaj ulliri dhe kur i shohim troftat që fillojnë të marrin anash pak ngjyrë, do shtojmë edhe përbërësit e tjerë, nuk kursejmë edhe hudrën. Nëse nuk e dëshirojmë që kjo recetë të ketë shumë aromë të hudrës, mjaftojmë të shtojmë disa thelbi, 3-4 thelbi duke i ndarë në gjysëm. Nëse dëshirojmë që të ndihet, mund të shtojmë edhe më shumë. I vëmë ke këto hapësirat këtu. Çfarë do bëjmë tani është të shtojmë edhe një krip. Të njëjtin proces do ta përsërisim kur t'i kthejmë, se trofta do t'i kthejmë. Dhe fillojmë vendosim pak nga erëzat freskëta. Shtojmë të kombinimin me piper, përsëris edhe një herë kur t'i kthejmë, do shtojmë përsëri krip edhe piper të zi. Dhe erëzat të cilat janë më delikate, siç mund t'jetë nëse dëshirojmë të shtojmë koper, mente, majdanos, do t'i lëmë për në fund. Pasi të kemi bërë edhe shuarjen me lëng limoni apo me verë, kemi shtuar ndoshta në varësi të nevojës edhe pak gjallë, sepse mund të ndodhë që kur t'i kthejmë të lind nevoja që të ketë pak më shumë gjallë, se duam që të kemi një salcë në fund, që kur të shërbejmë troftën tonë, të shtojmë salcën përsipër. Trofta është shumë delikate, sepse është e freskët, ka filluar të marrë këtë ngjyrën e bukur, fillojmë t'i kthejmë që të marinojmë edhe këtë anë. Pothuajse është gati, duhet bëjmë shumë kujdes, sepse fillon të coptohet. Ndroj pak në këtë formë, mënyrën e... Dhe tani nuk do i prekim më, kështu që çfarë do ndodhë është që do shtojmë dhe pak gjallë këtu në mes. Dhe do fillojmë të shtrydhim pak limon. Dhe po gjetët çik hapësirë, e vendosim pak limonin këtu, se lëshon aromën dhe na krijon salcën. Nuk i çojmë dëm gjysmat e limonave. Tani na ka mbetur pa rregulluar me krip. Shtojmë përsëri dhe piperin. Dhe kjo do marri kohën e vetë, në këtë formë, e lëmë dhe ullim pak temperaturën. Mirë, Rana. Ka që pata. Fantastike. Kështu që edhe ti që di që do marrësh e qik këtu. Do marrë një qik, po. Po thuaj se është gatë. Unë do gatuaj një gjë që lidh jugun e Shqipërisë me veriun e Shqipërisë, me troftën. Prandaj doja t'i merrja pak Oranës. Ne përdorim shumë dromkat, po t'i shikoni, këto janë thjesht thërime i quajnë nga jugu, për të shtuar supa që bëhen me lëng mishi, po sidomos me pull, me këto pullat e vogla. Unë do e sjell në një mënyrë shumë të veçantë, të marr këtë tiganin që kam këtu. Dhe do e vendos. Pa vendosa vetëm ta shoh. Se gjeri ka shumë moderne. Dhe para se ta lexojmë mesazhin, të ka ardhur një mesazh. Para se ta lexojmë mesazhin, miq të nderuar, ky shembulli që ne japim këtu është një shembull fantastik për të gjitha miqet që dojnë të rrinë, të qëndrojnë me njëra tjetrën, por që dojnë të rinë dhe të hajnë së bashku, mos shkoni vetëm në restorane, mund të gatuani bashk. S'ka gjë më të bukur. S'ka gjë më të bukur, s'ka gjë më të bukur me i thirr edhe me gatu për ty. Po, sidomos, se ti me këtë mikpritjen që ke, ja lën si spanjollët, mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa, kështu që edhe nuk lodheni, për shkak se të trijat pregadisni diçka, të dyjat pregadisni ose se 5-6 veta, ose njena qëtë kafe tjetra, bën me hangër, kështu që e ka lezetin edhe kjo në mënyrë që në kuzhinën tënde të ndjerë rahat miqt që i do edhe që i ke për zemër. Ndërsa tani ja telefonit ta shohim. Në ka ardhur mesazh nga shof nga Lisena, Gjebrea, kjo është përkthyse shumë e mirë, thot, qyqa, thot,
ç'është kjo, më thot, nëse mbjetoj mund të ta jap, thot, do të ngordh, më thot, mua çfarë më thua? U çuditën gjithë miqt. U çuditën gjithë miqt sepse përgjithësi miqtë e mi duan të hanë nga unë, nuk pranojnë gatuaj për pranojnë. Atë ka ardhur ndonjë tjetër apo jo? Jo, më erdhi nga një mike nga Prishtina për të pyetur si jam. Atëherë kjo shumë e shpejt, ne hodhëm pak vaj ulliri dhe pak gjalp. Thërimet, siç thash, ne i përdorim shumë, e kemi bërë me miell fshati dhe me vezë. Dhe thjesht i kemi punuar me dorë. Ne quajmë orosnica, që s'është fjalë shqiptare, ose thërime, përdoreshin gjithandej, sidomos në jugën e Shqipërisë. Do ka vërdiset, themi ne, ose italianët e quajnë karamelizzare dhe karamelizon. Fillon dal nga dal dhe si puna këta shefat e mëdhenj gatuajnë risotton. Risotton italian e ka vërdisin njerë, dal nga dal. E njëjta gjë do bëhet dhe me këtë. Unë i ka ula, po pi kafe me çunat. Ja qita vetes edhe një kafe vilveta, kështu që shumë mirë. Ju vazhdoni punën, do të hajmë bashk. Super. Ja, kjo bëhet shumë mirë. Dhe për pak jedhim gjatë gatimit në fillim pak krip. Unë këto doja hedh me që kemi bërë më vete. Unë vura re që ti ke bërë atë bolitorin me ujë të ngrohtë. Gjithmonë hidhet ujë ngrohtë, jo ujë ftohtë sepse thyet apo prishet gatesa, thonë, duhet jenë të dyja të ngrohta, si puna e risottos. Edhe fillojmë i hedhim ujin, nuk i hedhim të gjithë, sepse do zihet nga dalë. Mirë, ta bëju një sallatë, se kemi gjithë të portokalla me... Shumë mirë. Do bësh një sallatë me finok. Me finok dhe portokall, se na shkon. Me që i lidhëm kështu aromat. Shumë mirë. Unë marr bëja vjedhur anës 3 trofta që janë bërë pothuajse dhe do t'i loj të ftoj në mënyrë që t'i sfiletoj. 3 copë. Orana, ku i kisha të vaj në spektakl të... Ishte një vaj ulqini aty. Pas diku ishte shumë i mirë. Që kisha ndora im duket ishte. Atë të përdora. Sepse është dhe i aromatizuar. Edhe tek ne e aromatizojnë me këto erëzat me... Duhet vetëm me provu si është në... Okej. Në këtë moment, unë do i hedh portokall me limon. Nuk i hodha vetëm portokall për arsye se shumë i ëmbël. Limoni ja ul një çik atë ëmbëlsinë. Edhe këtu. Dhe do e lëm të vi. Hidhet pjesa e... Të shfrytëzoj çdo gjë të peshkut, mos ta hedh poshtë. Dhe ka dhe mish shumë të veçantë, shumë të butë ajo pjesë. Ta hedh këtu. E zbukurojmë me pak kopër, ose me gjithë finoku, sepse shkojnë me delikatesën e troftës dhe me feta limoni. Gjerit, kemi thënë që ne kemi punuar bashkë të kuzhina e Lugës Argjit. Që prandaj ne nuk bëjmë shumë kështu... Rëmuj. Nuk ngatrohemi me njëra tjetrën. Sipas dëshirës mund t'i dhënë dhe arra, ose bajame, edhe kaq është në rregull, jemi në rregull. Për qef i dhëm dhe bajame të pjekura. Ne kemi shumë qef këtë. Janë dhe kërcëllice për qef. Bëf mirë. Për 20 minuta bëhet gati. Kjo është super receta e troftës me gjalp në tigan, edhe këtë se mos e çoni dëm. Bëhet edhe supë, çfarë do lloj gjë që tepron nga kjo, edhe kur e shërbejmë, e shtojmë në troftën tonë përsipër. Ju boft mirë. Miq të nderuar, ne ulëm, 2 receta fantastike janë në tavolinë, edhe një sallatë që e bëri shpejt Orana dhe po duket fantastike edhe kjo. Ne do të vazhdojmë të hajmë, më vjen keq që nuk mund ta ndëgjoni aromën, që nuk mund ta shijoni këtë mrekulli, por ju preferoj që kur të shkoni në Shqipëri, ti bleni dromkat. Ta bleni troftën, edhe ne këtu në Kosovë kemi troftën fantastike, sidomos troftën e istogut, dhe ti përgatisni këto 2 receta të shpejta, të lehta, sidomos janë pranverore tani, janë fantastike, ndërsa ju ftoj po ashtu që të
mblidhni miq për shkak se miqt ju japin begati në shpirt, ju japin begati në familje. Unë ju uroj një të diel të këndshme, ju uroj një javë të qetë dhe shihemi javën që vjen.